Aktorët e teatrit Fasanos u ngjitën mbrëmjen e së shtunës në skenën e teatrit Zinisako me pjesën Nunca Más. Shfaqja fokusohet në tmerret e diktaturës argjentinase duke rindërtuar atmosferën e frikës, ku qytetarë të thjeshtë, studentë dhe intelektual zhdukeshin brenda natës pa lënë gjurmë. Pjesa e shkruar nga Gjeri Mojo është vënë në skenë nga regjizori Mimo Capozzi. Patëm kënaqësinë të prezantonim një dramë psikologjike, delikate që do të thotë kur më, një drama argentinase, na kujton tragedinë e desaparatises, gjatë diktaturës në Argjentinë. Nunca Más nasce dalla voglia di Nunca Más lind nga dëshira për të treguar faqet më të errët të desaparatises në Argjentinë gjatë diktaturës. E bëjmë këtu në Gjirokastër me tekstin e shkruar nga unë, me një prerje psikodram, që nuk është e thjeshtë të gjesh në teatr. Bashkëpunimet artistike mes dy qyteteve do të vijojnë ndërsa në qershor Gjirokastra do të festojë javën e Italisë. Janë duke përgatitur disa aktivitete për këtë javë, siç është një koncert në datën 1 qershor me dy këngëtarë të muzikës jazz, por ndërkohë do të ketë edhe disa projekcione filmash, ekspozita dhe gjëra të tjera. Pjesa teatrale erdhi në kuadër të projektit Herald, që ka për qëllim ndërthurjen e kulturave dhe gjuhëve të dy vendeve. Një vit më parë, teatrot e dy qyteteve sollën në bashkëpunim shfaqjen Ndero Baban.